Dhe lajmi i fundit, Dua Lipa pontez atmosferën edhe për ekipin e femrave të Shteteve Bashkuara para lojrave olimpike dimërore në Milano Cortina 2026. Ylli shqiptar britanik i popit është protagonista e fushatës më të re të NBC Universal, ku shfaqet duke ecur me elegancë në peizazhin dimëror të Milanos, duke kaluar natyrshëm nga italishtja në anglisht. Sporti u transmetua për herë të parë gjatë paradës së ditës së falënderimeve të Mesis, e tregon këngëtaren duke rëshqitur në mesditë në galerinë Vittorio Emanuele II, ndërsa përmend skjatorin olimpike Lindsey Vonn, kampionen Michaela Schifrin, snowboarderen Chloe Kim dhe yllim në ngritjet patinazhit artistik Alisa Liu. E gjithë atmosfera shoqërohet nga ritmet e disco pop të hitit të saj, Training Season, e veshur me një pallto të zezë me gzov, Dua sfidon të ftohtë në barniqe në krah dhe ledhaton një husky tjetër, para se ta mbyll spotin me fjalët italisht "Shihemi atje". Joseph Lee, zëvëpresident i NBC Universal në marketingun kreativ në sport dhe argëtim, u shpreh si ikonë globale e muzikës dhe modës. Dua Lipa mishëron shpirtin e Milanos, të ftohtë, të sigurt dhe nivel botror. Ky spot kap magjinë e qytetit dhe fuqinë e atletëve që të shënojnë lojrat dimërore 2026.